Kemi thonë që një lloj shitblerjes, që nëse ndodh që në shitblerje as malli mos mu dorëzu, as pagesa mos mu bën, kjo s'lejohet. Për arsye se në të dyja anët verësi nuk bën. Ndërsa këtu shitblera elektronike, do të thonë unë blej diçka dikun larg. Malli s'është dorëzu hala, do s'ka ortone. Pagesën se ku bë akoma. Do të thonë edhe malli është verësi, ose do të thonë me vonesë e marr, po edhe pagesa është verësi. E kjo është pak problematike, mirë po dietarët kanë bërë zgjidhje edhe për këta. Edhe e kanë përmend që zgjidhja është se fillimisht ori edhe argjendi nuk lejohet me u blen këtë formë. Në mënyrë elektronike nuk lejohet. Sepse në mënyrë elektronike kërkohet që me u bë dorëzimi i arit edhe i argjendit edhe pranimi i pagesës. Sepse të dyjat janë njësi monetare. Edhe ari, edhe para në këtë rast, edhe kur ndrohen njëna me tjetrën, ose kur këmbehen njëna me tjetrën, atëherë duhet më u bën ndora dorës. Do të thonë, e dorëzon pagesën, e merr arin. E kjo pothuajse në këtë formë përmes shitblerjes elektronike është e pamundshme. Mirë, mbeten artikujt e tjerë, të cilët nuk është patjetër me bë pranim dorëzimin në dorë, domthonë edhe shitsi edhe blersi. Mirë, forma do të thënë zgjidhja e parë ose opsioni i parë që mos me qenë kjo shitblerje për dy palëve verësi është se në momentin kur pronari i mallit, që ashtu e shit mallin shitsi, e don mallin ose e ngarkon tek kompania e transportit ose agjensioni ose tek sektori i transportit, atëherë llogaritet tek shumë dietar bashkëror llogaritet që ky që ka me sjell, ka me bë transportin, sikurse është agent i blerësit këtë rast. Edhe sikur blerësi e ka autorizuar ato që merr mallin, në emën të amin, pranoj mallin, edhe pastaj ma bjen. Që i vjen se nuk po ndodh verësi në këtë rast, po malli po dorëzohet. Pavarësisht se nuk po i dorëzohet direkt blerësit këtë rast, po i dorëzohet agentit të tij që është transportuesi këtë rast. Edhe nëse është sektor i ndërmarrjes, ku ai domthonë ndërmarrës së shitësit. Thjesht domthonë dohet malli që e ka bë pagesën edhe ngarkohet për mu bë transporti. E në këtë rast llogaritet që është bë pranimi i mallit. Është bë pranimi i mallit për personin të autorizuar. Domthonë pak më gjarsisht me shpjegu, i bën sikurse kur e kemi bë shitblerjen, unë si blerës në këtë rast, i kam thënë atij që unë mallin smuj me armë, do është normale që smuj se të kisha mujt me shku me pranu mallin, nuk kisha bë shitblerjen elektronike. Mirë, po mallin ja jep atij që ka me ma sjell mua, edhe unë po autorizoj ato që ai në emën tamin me pranu mallin, edhe ma sjell mua. Këto fjalë nuk thuhen. Mirë, po mënyra se çysh bëhet, atëherë i del që me qenë kjo.